I shoqëruar nga bashkëshortja e tij, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit në Selim Blu për të votuar rreth orës 11:30. Në prononcimin e tij për gazetarët, Berisha përshëndeti demokratët që kishin marrë pjesë në votim, teksa procesin e cilësoi si shembullor dhe demokratik. Përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar gjerë tani në mbarë Shqipërinë në një proces shembullor. Berisha deklaroi se votimi për kryetarin është një proces referendar ku antarët shprehin lirshëm mbështetjen ose kundërshtinë e tyre. Në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike, referendare i shprehin besimin ose shprehin vullnetin e tyre për kryetarin apo dhe kundër tij. Në këtë rast, ftoj të gjithë demokratët e tjerë që nuk kanë votuar të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm statutor. I pyetur për publikimin në rrjetet sociale të disa fletëve të votimit, ku ishte shkruar emri Ervin Salianit, Berisha u përgjigj kështu. Përfaqësues të botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Deklaratave të Berishës, Saliani ju kundërpërgjigj në Facebook, ku shkroi se kryedemokrati është kthyer në simbolin e votimit pagar dhe uzurpatorit pas zgjedhje e pa dinjitet politik. Madje Saliani shtoi se i gjithë procesi dhe pjesëmarrja janë të manipuluar dhe se për këtë do të paraqes prova reale.